Skandal seksual brenda ushtrisë, ginekologu papritur gjen një veteran i luftës, një ish marins në Afganistan, ishte mësuar të vëzhgonte gjithçka rreth tij për të qëndruar gjallë. Kështu që ai e vëzhgoi me vëmendje muajin e kaluar, ndërsa një ginekolog i ushtrisë ekzaminonte gruan e tij shtatzan, një oficere të ushtrisë në Fort Hood të Teksasit, kur mjeku përkul për të ripozicionuar makinën me ultra tinguj, diçka i tërhoqi vëmendjen veteranit. Celulari mjekut tani ishte në xhepin e këmishës me lentet e kamerës të kthyera nga jashtë. Nuk ishte qenë aty më parë. Kur veterani shikoi ekranin, pa se celulari po regjistronte. Kur ekzaminimi përfundoi, veterani gjeti 2 antar të stafit mjekësor, femra, dhe u tregoi atyre se çfarë kishte ndodhur, sipas një burimi të njohur me hetimin. Reagimet e tyre e frustruan aq shumë sa që ai shpërtheu aty në mes të korridorit. Sapo kapa një mjek duke filmuar gruan time, bërtiti ai sipas të njëjtit burim. Ky shpërthim shkaktoi një zinxhir ngjarjesh, akuzash dhe zbulimesh që kanë nxjerrë në dritë atë që mund të jetë një nga rastet më të mëdha të abuzimit seksual të dyshuar në historinë e ushtrisë amerikane. Muajin e kaluar, ushtarët e ushtrisë në Teksas larguan Dr. Blaine McGraw, një major i ushtrisë dhe ginekolog në Fort Hood, i cili tani akuzohet për sulm të përsëritur ndaj një paciente femër dhe regjistrim të fshehtë momenteve të saj private gjatë një ekzaminimi të kohëve të fundit ginekolog dhe mamologjik. Paditja, e njohur me nofkën e zakonshme Jean Doe, që përdoret kur informacioni i një dëshmitari nuk bëhet publik, e kishte vizituar mjekun disa ditë përpara se veterani të shoqëronte gruan e tij në spitalin Fort Hood. Hetuesit e ushtrisë gjetën mira foto dhe video nga celulari i mjekut që u morën gjatë disa viteve dhe përshkruajnë 10 paciente femra, shumë prej të cilave mbeten anonime sipas padisë. Deri më tani të paktën 65 gra kanë pohuar se janë abuzuar seksualisht nga mjeku, megjithatë CNN raporton se ky numër pritet të rritet. 3000 letra për pacientët e tij, skandali më i madh seksual. Ushtria u dërgoi letra rreth 3000 pacientëve me të cilët McGraw ra në kontakt në qendrën mjekësore të ushtrisë Fort Hood dhe Tripler në Hawaii, ku ai punoi për vite me radhë sipas burimeve. CNN foli me të paktën një viktim të supozuar, e cila tha se nuk kishte kontaktuar ende zyrtarët e policisë. Shkalla e mundshme e këtij dëmi është, sipas mendimit tim, e pashembullt në historinë e ushtrisë, tha Andrew Combs, një avokat që përfaqëson disa nga akuzuesit e mjekut. Ajo përfshin 2 baza të mëdha ushtarake, 2 zinxhir të ndryshëm komande, mijëra bashkëshort ushtarak dhe ushtar që u vendosën nën kujdesin e tij. Grabitqari me uniformë dhe ankesat që nuk u gjetën. Antarët e ushtrisë kanë shprehur shqetësimin se raportimi i abuzimit seksual dhe sjelljes së keqe do të bëhet më i vështirë pas deklaratave të fundit nga sekretari i luftës, nga Pete Hegseth, i cili premtoi të jepte fund mundësisë për të paraqitur ankesa anonime dhe të dobta. Padia kundër mjekut e ngritur në 10 nëntor pretendon se ushtria e dinte dhe ofroi mbulim për një grabitqar me uniformë, duke vënë në dukje se ishin bërë ankesa për të në Fort Hood, ashtu edhe në Tripler. 5 vjet pas vrasjes së tmerrshme të Vanessa Quillen, një ushtare 20 vjeçare që shërbente në Fort Hood, akuzat e të cilës për ngacmim seksual u injoruan nga komandantët, shumë veta vënë në dyshim efektivitetin e reformave gjithëpërfshirëse të ushtrisë, të drejtësisë ushtarake, që nga tragjedia disa kanë thënë se boshllëqet në procesin ligjor i lejuan këtij mjeku të vazhdonte të vizitonte pacient pavarësisht përpjekjeve të dyshuara për t'i raportuar ato më parë. Shannon Hoff, drejtoresh e Shield of Sisters, një organizatë jo fitimprurse që ofron mbështetje për të mbijetuarat e traumave seksuale ushtarake, tha se ka folur me 10 gra që dyshohet se janë viktima të këtij mjeku, secila prej tyre i tha asaj se më parë ishin përpjekur të raportonin atë tek zyrtar ushtarak, tha Hoff, por pa sukses. Padia pretendon se ndërsa ai ushtronte presionin e mjekut në Tripler në Hawaii, të paktën një paciente femër paraqiti një ankesë duke pretenduar se mjeku kishte regjistruar në mënyrë të paligjshme ekzaminimin e saj
pelvik në celularin e tij. Në vend që ta hetonin ose ta largonin nga kujdesin ndaj pacientit, zinxhiri komandues i McGraw e hodhi poshtë ankesën dhe e lejoi atë të vazhdonte të ushtronte profesionin e mjekut. Histori tronditse të Meghan dhe Liza. Gruaja e ushtarit, të cilën CNN e quan me pseudonimin Meghan, tha se ajo u përpoq vazhdimisht të raportonte McGraw për sjellje të keqe gjatë një viti më parë në fund të vitit 2024, por ajo përfundoi duke u dorëzuar pasi hasi shumë pengesa. Kur Meghan vizitoi qendrën mjekësore të Fort Hood në dhjetor 2024 për një infeksion sinusi, ajo kishte kërkuar të mos ekzaminohej nga një burr. Ajo ishte një e mbijetuar e sulmit seksual. Kur McGraw hyri në dhomën e ekzaminimit, Meghan tha se kërkoi që një antar i stafit mjekësor të ishte i pranishëm, diçka që pacientët kanë të drejtë gjatë ekzaminimeve të ndjeshme. McGraw i tha asaj se të gjithë ishin të zënë, tha ajo. Meghan tha se mjeku do ta vinte dorën në gjurin e saj, edhe pse ajo i tha se kjo e bënte të ndiej në siklet, dhe ai e shtyu atë të bënte një ekzaminim ginekologjik. E pash sikur të ishte i çmendur sepse ishte sinusi. Nuk kisha nevojë për ekzaminim ginekologjik, tha Meghan. Ai tha, është në rregull, është koha për një, është e detyrueshme. 4 herë ai e shtyu atë që ta linte atë ta ekzaminonte dhe 4 herë ajo e refuzoi. Tha Meghan, ajo pranoi të bënte vetëm një ekzaminim të jashtëm të barkut, por McGraw këmbguli që ai të ekzaminonte gjinjt dhe t'i kërkonte të ngrinte këmishën. Kur ajo refuzoi, ai ngriti këmishën, tha ajo. Kur ajo e hoqi, McGraw i preku trupin ndërsa i ekzaminonte barkun. Ai mati barkun, pastaj tha tulej më poshtë. Jo, nuk e pse, u përgjigj ajo, por ai ja tërhoqi poshtë getat duke prekur zonën e saj të ndjeshme. Ndërsa nuk i heq duart nga trupi im, do të godas me grusht në fytyrë. Ekzaminimi mbaroi, e ndaloi ajo. Një grua ju afrua menjëherë nga pas tavolinës së pritjes së klinikës dhe me lot që i rrithi në fytyrë i tregoi se çfarë kishte ndodhur. U përgjigj ajo me indiferencë. Sipas Meghan, e cila kërkonte të raportonte incidentin, gruaja u përgjigj se të gjithë ata që mund ta dokumentonin incidentin ishin të zënë. Ajo mund të vinte më vonë ose të telefononte një numër. Meghan u largua dhe gjatë disa javë në vijim u përpoq 4 herë të paraqiste një ankesë zyrtare për atë që kishte ndodhur, vetëm për t'u transferuar nga një departament në tjetrin në Fort Hood dhe për t'u shkëputur. Askush nuk e mori deklaratën e saj. Meghan hoqi dorë nga raporti kundër McGraw, lindi fëmijën e saj dhe përfundimisht u zhvendos me burrin e saj në një vendodhje të re duke lënë pas Fort Hood, por jo traumën dhe përvojës së saj atje. Kur historia McGraw në bë publike, burri i Meghan i tregoi lajmin në telefonin e tij. A është ky mjeku për të cilën më tregove? Pyeti ai. Po e hetojnë, nuk e besoj. U përgjigj ajo me mosbesim. Jo, nuk është. Askush nuk interesohet. Disa ditë më vonë, një hetues ushtarak kontaktoi Meghan për të parë nëse McGraw e kishte abuzuar ndonjëherë si paciente. Një tjetër grua, të cilën CNN e raporton si Liza, shkoi në spital në verën e vitit 2021 për një test të rrahjeve të zemrës së fetusit, ndërsa ishte në fazat e fundit të shtatzanisë me fëmijën e saj të katërt. Ajo tha se e takoi McGraw ndërsa po dilte nga ndërtesa. Mund ta kontrolloj qafën e mitrës shumë shpejt, tha ai dhe nxiti të shkonte tek ginekologu. Liza, e cila fillimisht i besonte McGraw, tha se u përpoq ta refuzonte testin, por ai e ushtroi vazhdimisht presion mbi të dhe përfundimisht u dorëzua. Gjatë testit, Liza tha se McGraw e kishte celularin në xhepin e këmishës me kamerën nga jashtë. Ai më tha se priste një telefonat pasi ishte vetëm në klinik. I tha Liza CNN. Meqense telefoni i tij ishte në xhep gjatë çdo ekzaminimi, nuk mendova se ishte i çuditshëm. Ajo tha se ekzaminimi ishte shumë i ashpër, aq shumë sa kur i plasën ujërat lëngu amniotik u derdh në të gjithë dyshemen. Ai më tha me një përkulje koke dhe me një buzëqeshje, sot do të kemi një fëmijë.
dhe pastaj më këshilloi që të mos i tregoj askujt se më plasën ujëra derisa të largohesha nga baza sepse të dy mund të ishin në telashe të mëdha, tha Liza. Ajo u kthye në shtëpi dhe më vonë atë ditë shkoi përsëri në spital me burrin e saj për të lindur. Kur u raportua së fundmi se një obsedur i pa identifikuar në Fort Hood dyshohet se po i regjistronte fshehurazi pacientët e tij gjatë ekzaminimeve, Liza pa emrin e një firme avokatie që përfaqësonte viktimat në një lajm dhe vendosi të telefononte të nesërmen. Atë natë ajo nuk mundi të flinte. Ajo përsëriti çdo moment që kishte rënë kontakt me McGraw duke vjell dhe duke vrapuar para dhe mbrapa në banjë. Në mëngjes Liza telefonoi në linjën telefonike dhe pyeti: "A është ky doktor Lane McGraw?" "Po." Ju tha asaj, "Një ditë djali im do të më pyesë si lindi dhe unë nuk dua të flas për këtë. Më bën të dua të vjell." Thot sot ajo, "Ai ma mori këtë dhe nuk do të mund ta marr kur më mbrapsht."